kthyer në studio tashmë për të vazhduar me atmosferën e festave. Jemi në dhjetor dhe nuk i ndahemi në këtyre festave që ndër të tjera na ngarkojnë edhe emocionalisht. Emocionet kanë një ndikim të drejtë për drejtë në gjithçka që ne bëjmë në fakt, në gjendjen emocionale, mënyrën se reagojmë, mënyrën se si sillemi në produktivitetin tonë dhe në mënyrën se si ushqehemi, që do të thotë, shpeshuria emocionale është ajo që na rrëmben. Si duhet ta identifikojmë nëse mund ta quajmë kështu, si mund ta frenojmë dhe si mund ta kthejmë në një uri të shëndetshme, pra ne vërtet mund të shkarkojmë ndjesit negative, mund të shkarkojmë stresin duke ngrënë etj, po të paktën të dimë çfarë do të konsumojmë. Me Alkend Çuko jam në studio, nutricionist pranë Institutit Kulinar Neranci, kënaqësi të kem në studio. Mirëmëngjes, Stanila. Faleminderit që je këtu. E ndërkohë, kur ne themi sa herë shohim Alkendin që vjen, unë i shoh çfarë kemi me vete për të zbuluar në një produkt të ri, pra duke patur parasysh gjithmonë shëndetin që e ka me kaq shumë merak. E ndërkohë që më vjen me një panetone me vete. Ama është gluten free. Okej. Por ama ne atë që kemi mësuar është që tek Neranci ne gjejmë edhe çoko krem, gjejmë edhe majonez, gjejmë edhe çokoladë, gjejmë edhe panetone, pra përmenda disa nga ato produkte që i kemi si të jo të shëndetshme, por në fakt unë kam thënë shpesh në studio që janë të shëndetshme, për çfarë i bën ato të pashëndetshme është mënyra, sasia dhe shpeshtësia se si ne i konsumojmë ato. Pra nuk ekziston një produkt në gjithë tokën tonë që ne na shëndosh apo ne na dobson automatikisht. Pra është thjesht rutina, stili jonë jetesës dhe zgjedhjet që ne bëjmë, siç thamë herën e kaluar që ajo molla gabimisht nuk kthehet në panetone kur e konsumojmë. Prandaj janë zgjedhjet tona dhe në fakt në sezonin e festave ne kemi pak një trysni akoma dhe më të lartë sepse shumica e rasteve dhe prindrit më tepër që duan të plotësojnë tekat fëmijët e tyre, pa mundësitë ekonomike etj vendosen në një formë presioni, në një formë stresi, ideja që duhet të jemi të lumtur në festa dhe kjo kthehet pak a shumë në një trysni, në një stres, në ankth etj dhe manifestohet ndonjëherë me uri emocionale. Pra, dëgjojmë njerëz që thonë, unë sa hëngra, po vallai e dua dhe një diçka tjetër të ëmbël. E lidhem herën e fundit dhe me insulin rezistencën, por krahas saj, prandaj themi që nuk ekziston diçka absolute për një individ, dhe duhen diagnoza dhe duhen identifikime me grupe mjekësore apo me vizita të ndryshme, qoftë në raste të tilla edhe me psikolog. Edhe prandaj çdo individ është ndryshe dhe nuk lidhet gjithmonë vetëm me një faktor të ndryshëm, por në këtë rast mund të jetë dhe uria emocionale. Dëgjojmë njerëz që thonë unë sa hëngra buk, ndihemi ngopur, por ama dua prap të ha buk. Pra nuk lidhet vetëm me mbëlsirën, por lidhet thjesht me ngrënien e diçkaje që s'ka lidhje me të ëmbëlin. Por shumica e rasteve janë ëmbëlsirat ato që na vinë më për shtat që të konsumojnë. Dhe prandaj ne kemi gjithmonë alternativa të ndryshme, kemi produkte të ndryshme të cilat na ofrojnë komoditet, na ofrojnë lehtësi, por njëkohësisht të na le të themi të balancojmë pak të situatën ndërmjet urisë emocionale dhe urisë së vërtet. Sepse uria e vërtet në fakt vjen graduale, nuk është imediate, ndërsa uria emocionale vjen menjëherë si një uragan dhe ti në momentin e caktuar, menjëherë ty thjesht të vjen për të ngrënë ushqim. Madje edhe stomaku mund të jetë plot dhe ti prap nuk ndihesh plot. Si e zgjidhim? Atëherë, meqense përmenda çokoladën dhe meqense përmenda diçka të ëmbël, unë prandaj kam sjell me vete çokoladën e zezë nga Valerona 70%. Në pikat e dyqaneve të Nerancit, çokolada Valerona është një nga më të famshmet, në fakt është një nga më të famshmet në gjithë botën. Dhe Neranci atë sjell në paketime të ndryshme, qoftë për paketime familjare të tilla apo dhe për biznese të ndryshme në paketime 3 kg-shme. Dhe çfarë bën çokoladën kaq të rëndësishme për ta konsumuar, sepse ne dimë që kemi forma të ndryshme të çokoladës, pra çokoladë bardhë, çokoladë qumshi, çokoladë të zezë, por diferenca ndërmjet këtyre është sasia e sheqerit dhe sasia e qumshit që ka në përbërjen e saj. Dhe gjithmonë sa herë kemi nevojë për diçka pra në formën e çokoladës, unë do të rekomandoja gjithmonë çokoladën minimumi 70%, sepse njëkohësisht heqim atë dëshirën për të konsumuar çokoladë, por nga ana tjetër marrim atë teobrominën dhe polifenolet e shumta të cilat zgjerojnë enën e gjakut në një farforme, na relaksojnë pak dhe e mbajnë atë efektin e dopaminës për më gjatë, sepse një efekt tjetër për dëshirën që ne kemi për të konsumuar ushqim, pra ajo uria emocionale, lidhet dhe me faktin e ciklit vicioz, dopamin edhe kortizol. Pra, ne konsumojmë diçka që na bën të ndihemi mirë, dopamina rritet 30 minuta, 1 orë, pastaj bie prap një lloj si cikli i insulinës me sheqerin, dhe ne kemi prap nevojë për dopamin, kemi nevojë prap të ndihemi të lumtur.
dhe fillon nga fillimi. Prandaj është rëndësishme konsumimi i disa elementeve të cilët edhe e frenojnë pak, le të themi, ose e zgjasin më gjatë këtë efekt. Dhe meqense jemi po prap tek të ëmblat dhe ëmbëlsirat janë ato çfarë neve le të themi na stimulojnë më tepër, por ëmbëlsirat kanë sheqer dhe prandaj Neranzi mendon dhe sjell dhe alternativa të ndryshme të sheqerit, siç është eritritoli. Eritritoli është një sheqer alkool, nuk ka të bëjë me alkoolin, konsiderohet i tillë sepse forma e tij molekulare, pra në zinxhiret e vet të atomeve të karbonit ka disa grupe hidroksi që i japin emrin sheqer alkool, por nuk ka asnjë grimc alkooli që do të thotë është dhe qetrifikuar halal, që dhe gjithë komuniteti musliman mund të konsumojë pa merak. Dhe si një sheqer alkool, ai përmban 0 kalori, nuk ndikon absolutisht në këtë ciklin vicioz që ne themi dopamin, kortizol, gjithashtu edhe insulin edhe sheqer në gjak, absolutisht nuk ka asnjë efekt në këtë, por na jep atë ëmbëlsinë që ne dëshirojmë kaq shumë. Pra, mund të bëjmë një ëmbëlsirë dhe prandaj kam marrë dhe arrën e kokosit me vete. Okej, po. Pra ne mund të përgatisim ëmbëlsira tani duke shtuar këtë lloj sheqeri? Eritritolin. Pra një zvendësues ideal i gjithë homologëve të vet, qoftë nga zvendësuesit e tjerë si stevia apo sorbitoli e tjerë, sepse eritritoli në fakt ndryshe nga homologët e vet, nuk fermentohet në zorën e trashë. Problematika me alternativat e sheqernave është se ato fermentohen në zorën e trashë, na japin fryrje, diskomfort e tjerë dhe duke çekuilibruar dhe hormonet tona. Në rastin e eritritolit kjo nuk ndodh, që do të thotë 99% e tij sekretohet jashtë nëpërmjet sistemit urinar. Dhe ëmbëlsirat që mund të realizojmë me të me kokosi janë nga më të panumërtat, kështu që ngelet thjesht në fantazinë e njerëzve për ta realizuar këtë. Dhe meqense kam dhe arrën e kokosit në dorë, flasim edhe pak për arrën e kokosit, sepse është shumë e pasur me fibra nga njëra anë, duke na mbajtur të ngopur, por ka edhe një element tjetër që është pikërisht MCT-ja. Pra janë acide yndyrore me zinxhir të shkurtër të atomeve të karbonit. Këtu ne i kemi në një fraksion pak më të vogël këto. Dhe këto kanë një veçanti sepse në mëlçin tonë ato zbërthehen shpejt duke formuar ketone. Dhe ketonet në fakt janë një element i cili prodhohet kur ne bëjmë dhe regjime ushqimore. Pra, kur mbajmë një dietë, e kemi bënë atë erën e keqe të gojës. Pra, në ndodh që të gjithëve. Dhe ajo është praktikisht ketonet që mëlçia prodhon si rezultat i djegjes së yndyrnave dhe rezervave të dhiambit. Dhe është gjithashtu një burim i preferuar ushqimi për trurin ton. Dhe meqense arra kokosit e ka në pakic, dhe normalisht është rëndësishme ta marrim dhe prej saj sepse marrim dhe fibrat, por Neranzi mendon dhe sjell dhe vaj MCT, i cili është, le të themi, esenca, ekstrakti i arrës së kokosit. Pra, nga arra e kokosit, nga fruti i kokosit, përpunohet nxirret lëngu kokosit, pulpa e kokosit përmban vaj kokosi, që ne kemi edhe të gjalpin e kokosit normale, gjalpi i kokosit më pas përpunohet më tej akoma, si një formë distilimi fraksionuar, në thonjza, nuk është distilim, dhe nxirret vaj MCT, që është një fraksion përbërës i vaj të kokosit. Dhe vaj MCT është shumë i mirë për stimulimin e trurit tonë, se ndonjëherë uria emocionale ne me vërtet mund të jemi të ngarkuar dhe mund të kemi ato dëshirat e tepërta për të konsumuar ushqim, por ndonjëherë mund të lidhet edhe thjesht me lodhjen mendore. Pra, truri konsumon shumë sheqer, me thënë të drejtën, dhe është një nga organet që konsumon më tepër energji nga çdo organ tjetër. Dhe minimalisht në mëngjes ka nevojë për 400 kalori. Pra, duket shumë mirë se sa nevojshme që ne ta ushqejmë atë. Dhe kur aktiviteti, le të themi, intelektual, pra aktiviteti i trurit është në nivele shumë të larta, atëherë ne lodhemi dhe kemi po prap dëshirë për të konsumuar ushqim. Dhe ne kemi thënë që burimi kryesor i energjisë është karbohidrati, por ja që dhe vaj MCT, një yndyrë shumë e shëndetshme, është një alternativë e mirë për ta ushqyer trurin ton, sepse prodhon ketone. Po, atëherë mund të konsumohet qoftë një lugë, pra me një herë, ose në sallata të ndryshme, por jo duke e gatuar, duke e skurtur, sepse ja humbi vlerat. Pra shtoj freskët origjinal, siç është, pa i humbur vlerat në përpunim apo në gazete të tjera. Shpejt dhe të tjera, atëherë ëmbëlsirë përsëri, meqense jemi të ëmblat, kemi shrupin e panjës që ndryshe nga një sheqer normal, sakaroz, që është sheqeri i tavolinës, përmban dhe vlera minerale, gjithashtu na ëmbëlson duke na dhënë disa fraksione aromatike që pema e panjës ka, duke na ndihmuar gjithashtu dhe në uljen e asaj dëshirës për të konsumuar gjithmonë më tepër sheqer më vonë. Truri gjithashtu, siç e përmendëm më parë, që luan një rol shumë të rëndësishëm dhe është goxha, le të themi, konsumues energjie. Gjithashtu ka një element të rëndësishëm që e suporton këtë dhe janë vitaminat e grupit B. Dhe për vitaminat e grupit B, unë kam sjell majan ushqimore. Atëherë nuk është një maja
e cila fermenton, pra nëse këta e hedh në bukë në miell, nuk do ta fry mielli, pra nuk do ta fermentojë, nuk do të vi, por është, le të themi, pas procesit të përfundimit të prodhimit të birrës, apo fermenteve të tjera, majaja në fund që derdhet zakonisht, kjo merret, përpunohet, presohet, thahet dhe vjen në këtë paketim të tillë, e cila është dhe shumë ushqyese sepse përmban sasi shumë të larta të vitaminave të grupit B. Pra B1, B2, B6, B12 e tjerë e tjerë. Dhe për trurin këto janë elementi kryesor i cili na lejon për ta kundërshtuar pak të urinë emocionale. Gjithashtu ka dhe një shije shumë të mirë, një shije umami duke imituar dhe shijen e djathit Kackavalli për të gjithë ata të cilët janë edhe vegan dhe nuk mund të konsumojnë asnjë produkt bulmeti, qoftë qumësh apo dhe në produktet e qumshit. Dy të tjera janë mastika dhe inulina bashkë me mastikën. Mastika është një rezinë e cila ndihmon shumë sistemin gastrointestinal duke supërtuar dhe mirë trurin ton, sepse ne dim shumë mirë që ekziston një lidhje si një autostradë ndërmjet zorës së trashë dhe trurit, që quhet aksi gut-brain ose nervi vagus, dhe aty kalojnë të gjitha, le të themi, hormonet, aty kalon çdo receptor, aty bëhet lidhja më e madhe ndërmjet gjendjes tonë emocionale, gjithashtu edhe shëndetit zorës së trashë. Dhe duke konsumuar mastika për shembull, ne realizojmë një punë shumë të mirë për shëndetin e trurit tonë dhe duke kundërshtuar urinë emocionale. Mastika vjen në formën e tillë, pra si rezinë e cila mund ta konsumojmë si çumçakiz, pra është një alternativë e mirë për çumçakizin, ose në formën e pluhurit që vjen bashkë me inulinën, një fibër prebiotike, duke bërë një veprim të dyfish. Pra, mbrojmë, le të themi, pjesën e brendshme të murit qelizor të stomakut ton, qoftë dhe për ata që kanë probleme me gastritin, por nga ana tjetër dhe fibër prebiotike për ushqimin e zorës, për ushqimin e baktereve të mira të zorës së trashë. Dhe duke qenë se edhe pse për aq shumë të ëmbla sa folëm, po me që se kemi ëmbëlsirë dhe të bukur ndër të tjera. Atëherë, bëhet fjalë për panetone. Jemi në festat e fundvitit dhe normalisht ëmbëlsira tradicionale që ne tashmë kemi bërë tradicionale sepse vjen nga Italia, është panetonia dhe është kaq e dashur për ne, është kaq e rëndësishme që ta konsumojmë sepse jo detyrimisht uria emocionale është një indikacion që ne nuk duhet të konsumojmë asnjë gjë, patjetër që ne duhet t'i afrohemi asaj një lloj siç mundohemi t'i afrohemi një kotele në rrugë kur e përkëdhelim dhe duam që ajo na largohet, por ne qëndrojmë aty derisa të na vi. Pra, në këtë lloj mënyre ne duhet t'i afrohemi edhe urisë emocionale. Pra, mos të kemi frikë nga ajo, por ama të gjejmë alternativa të ndryshme të cilat ne mund t'i konsumojmë nga pak, me pakicë, por nga ana tjetër të na bëjnë edhe mirë duke gjetur një ekuilibër dhe një balancë të mirë ndërmjet asaj që na bën mirë, por dhe asaj që na nevojitet në momentet e caktuara. Dhe prandaj panetonia nga Neranzi, ne kemi edhe panetonet e tjera normale, por kjo është panetone gluten free. Pra, nuk përjashtohen as ata individ të cilët janë intolerant nga gluteni, sepse ata hera herës mund të ndjehen të përjashtuar nga këto festa. Kështu që Neranzi gjithmonë mendon për të gjithë individët, për të gjithë kategoritë e ndryshme dhe ngelet vetëm që të vizitojnë dyqanet e Neranzi Organic Market. Për zbuluar dhe pafund produkte të tjera, sidomos tani në këto ditë që i afrohemi gjithmonë më shumë festave. Të falenderoj, të uroj një ditë të mbar, të pres javën e ardhshme. Kënaqësi si gjithmonë. Kënaqësia është e imja. Publicitet kemi tani, Villa 24 do të vazhdojë në teren me një intervistë nga gazetarja Çenko Elahasa. Bashkë takohemi nesër në orën 9.